Atë ditë nuk e mbaj mend. Eja të duhemi, kështu titullohet mbrëmja poetike e cila do të jetë krejtësisht ndryshe në Teatrin e Metropolit. Në qendër është gruaja. Ky është një bashkëpunim i Qendrës Kulturore Tirana me Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale. Kjo performancë artistike vjen në kuadër të sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit publik kundër dhunës ndaj gruas. Kjo mbrëmje poetike do të ketë një tjetër detyrë. Do të transmetojë një mesazh shumë të rëndësishëm. Ne kemi titulluar Eja të duhemi. Është në kuadër të njërës nga objektivat kryesore të qeverison dhe personalisht të kryeministrit zotit Sali Berisha për të sensibilizuar të gjithë njerëzit për të respektuar më shumë gruan. Regjizori Areta Dhima tregon se kësaj herë është menduar që në skenë të luhet me simbolin kurora të dafinës dhe degët e ullirit, të cilat do të jenë të pranishme në skenë. Jemi përpjekur që ta përkthejmë ndjesinë që na jep Vojsava me poezitë e saj, ta përkthejmë në interpretim dhe ta ngjisim në skenë, ta ngjisim në një piedestal. Vargjet e poetishës Vojsava Nelo do të interpretohen nga emrat më të njohur të skenës shqiptare. Për të evidentuar poezit me rastin 100 vjetorit të pavarësisë, poetët tanë të mrekullueshëm që me poezitë e tyre gjithmonë japin mesazhe të fuqishme. Aq më tepër që merret tani gërshëtohet dhe një personalitet femror, siç është Vojsava Nelo, që këto në 20 vjet të demokracisë, hapësira që ka prur demokracia i ka dhënë mundësi femrat poeteshave tona ta thonë fjalën e tyre më të fuqishme. Neve kemi tjetër risi nga ana e regjisores, merr borç nga lasësia kurorën e ullirit, kjo pemë kaq fizike dhe me traditat e lashta që poetët antikitetit e kanë përdorur, dhe na e sjell këtu të veshur gjithë dekori me degët e ullirit. Gjatë kësaj mbrëmje do të përcillen mesazhe ndërgjegjësuese, sensibilizuese e humane, duke vënë në qendër respektimin e të drejtave të grave dhe vajzave.